Mendoni që mund të ketë ndonjë hap përpara apo do mbetemi po këtu pending tek pa e shtyr përpara drejt Hagës? Ndërkohë që New York kanë filluar në mos gaboj kërkimet, pak ditë më parë kishte një shkrim një nga mediat greke që thoshte është kontraktuar një kompani amerikane, ndoshta si mbulesë për të pas presion. Veç në detin jo, në pjesën shqiptare Greqia ka filluar kërkimet në ujore për gaz, për naftë këto. Ne nuk duhet ta çojmë çështjen e kufirit të detit jon në Hagë. Pse duhet ta çojmë një çështje ku ne jemi në të drejtën tonë? Pse duhet të thrasim një arbitër ndërkombëtar ku ne kemi pjesën tonë? Dhe në moment që ne çojmë në Hagë, ne kemi humbur çështjen. Sepse neve do mbrojmë të drejtën në bazë të ligjeve ndërkombëtare. Kur ti e çon një çështje që është në drejtën tënde në bazë të ligjit ndërkombëtar dhe e çon përsëri në ndërkombëtar, ti ke bërë një hap mbas. Dhe Greqia ka bërë një hap para. Kështu që Greqia e fiton automatikisht në gjykatën e Hagës këtë çështje. Pra duhet jemi kujdesshëm. Nuk kemi pse ta çojmë një çështje ku është fare mirë zgjidhur. 12.000 ne, 12.000 ju. 6.000 ne, 6.000 ju në bazë të kufirit toksor, sepse kufiri detar është në bazë të kufirit toksor ku është e saktësuar me marrëveshje ndërkombëtare. Se nuk jam ekspert i këtyre gjërave, po i kanë thënë ekspertët tanë. Pra sa kam lexuar, jemi shumë rregull. Se duhet ta lejmë, por Greqia përfiton nga kjo gjë, përfiton nga një qeveri e brishte jona qoftë në kohën e PD-s, qoftë këto kohën e PS-s, qeveria përballë Greqisë, qeveritarët tanë nuk janë patriotë. Më vjen keq që ne kur lexojmë në histori qeverisë së Fanolit apo qeverisë Zogut kanë qenë më patriotë se këta. Qoftë qeverisë të komunizmit të Enverozhës kanë qenë më patriotë se këta në aspektin e ndërkombëtar, flas gjithmonë janë në aspektin e brendshëm. Kanë qenë më këmbgulës për mbrojtjen e identitetit tonë kombëtar. Kto nuk po i mbrojnë. Këta po i shesin të gjitha për të marrë një pasaportë greke apo një lejë qëndrimi në Greqi, apo për bërë disa biznese të shumtuara për përfitime momentale me grekët dhe me Greqinë. Ne duhet të respektojmë vetveten tonë. Pastaj duhet të kërkojmë nga të tjerë na respektojnë. Jo të respektojnë tjetrin duke u shpallur vasal të tyre ne. Këto denoncime në fund fare juve ju kanë kushtuar. Pakën si ka sa vua jun apo dhe individ të tjerë apo siç është Marin Mema, Parton Hoxha apo dhe unë të tjerë që kemi shpallur në ngrata. Edhe ju jeni shpallur në mos gaboj, ju jeni pari apo Marini që jeni shpallur në ngrata? Tani pakën si ka i pari, unë jam shpallur 2004. Nuk e kam për rënditje, po ju jeni tek 3 gazetarë që jeni shpallur në ngrata. Unë jam shpallur që në 2004 dhe është i njohur dhe shteti shqiptar dhe kjo në atë kohë nuk ishin këto gjëra për Greqinë më shpallën bën, më janë prish lejet e qendrimit, më kanë përzon dhe nga Greqia, pa folur me 10 apo me qindra SMS telefoni apo Facebook kërcënimesh, apo pa folur në 2014-ën, 15-ën gazeta e Agimitar që e përmend për herë të dytën gjë që botovi rreth 100.000 deri në 200.000 euro japin për kokën e Arben Vllah dhe familjes së tij, dhe ka qenë dhe fotografia e familjes time dhe adresa domethënë në bazë të Facebookut që janë botuar se jam njëri publik dhe nuk kam adresa të fsheta. Dhe atëherë u vu në shërbimi shqiptar për të mbrojtur në bazë me partnerët e tyre ndërkombëtar, qoftë partnerët që kanë me Maqedoninë që të ruajnë familjen time dhe përsëri vazhdoj që të ruajmë në një farë mënyre lëvizjet nga shteti shqiptar, sepse jam i kërcënuar po ti botoj për ditë SMS-t që vjen dhe njerëz hapët. Po dhe njerëz nga Shqipëria që janë himariot apo minoritar, domethënë që kanë përfitime dhe provokojnë shumë gjëra të tjera dhe pastaj kur shkojnë këta policia jon atje në bazë të letrave, kërkojnë falje, nuk e dinim jo këtë bën si ta them njerëz tulët se nuk duhet të përmend fjalë të ulta. Pra, nuk është problem, por ta kemi të qartë se me çfarë kemi të bëjmë, me një shtet racist që nesër ne do jemi mbëje, disa unë jam shpallur në ngrata si